Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos paralajmëroi liderët e rajonit për përmbushjen e reformave, duke theksuar se në të kundërt rrezikojnë humbjen e 300 milionë euro vendim nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Edi Rama nënvizoi se Shqipëria çdo ditë demonstron ngadishmërinë për të integruar në Bashkimin Evropian dhe se një Europë e fortë kërkon një Ballkan të fortë. Samiti i plani i rritjes së rruga në Bashkimin Evropian në Tiranë mbajti fokusin tek bashkëpunimi rajonal dhe zbatimi i angazhimeve. Tirana u kthye këtë të premte në kryeqendër të Ballkanit për samitin rajonal. Plani i rritjes, rruga në Bashkimin Evropian, një takim i rëndësishëm që synon të nxjisë reformat dhe bashkëpunimin mes vendeve të rajonit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Komisionerja për zgjerim Marta Kos dërgoi një mesazh të qartë për liderët. Shtëpia juaj po ju pret. Ju jeni pjesë e Europës dhe tani do duhet ta bëjmë këtë edhe në formë institucionale. Objektivi që kemi është që të gjithë ju të ecni përpara në sinkron. Të gjithë vendet e rajonit duhet të bëjnë pjesë e Bashkimit Evropian të drejta të plota. Në qershor do të kemi një raund të dytë të raportimit, skadimin e periudhës së një vjeçare, të pritjes së mëtejshme për reformat e papërmbushura dhe rrezikon pothuajse 300 milion euro të destinuara për vendet tuaja. Kryeministri shqiptar Edi Rama ripërsëriti qëndrimin e qeverisë shqiptare duke theksuar se Shqipëria nuk kërkon lëmosh, por demonstron ngadishmëri dhe rezultate konkrete. Ballkani Perëndimor nuk po kërkon dere dhe kjo është diçka që mund të ndihet e mund të dëgjohet. Askush nuk po për të shpërblyer me ëmbëlsira, gjithkush vjen me krenari për të ofruar vlerë dhe për të ofruar mundë djerës. Fal Zotit, nuk duhet gjak. Ne nuk po lutemi për të hyrë në BE, nuk po kërkojmë lëmosh, po provojmë çdo ditë se jemi gjithmonë më gati. Ne thjesht po flasim, po japim rezultate. Nuk ka variant të një Europë më të fortë me një Ballkan më të dobët në mes të saj. Në samit morën pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili përveç pritjes së ngrohtë nga Rama, u bëri thirrje të gjithë liderëve të rajonit për bashkëpunim dhe përmbushjen e reformave të përbashkëta. Në konferencën për shtyp, Marta Kos komentoi dhe raportin e OSBE Odirit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme. Është mirë kur marrim sugjerime për përmirësime dhe kjo është një gjë e mirë për Shqipërinë dhe Bashkimin Evropian. Samiti pati si objektiv dhe formimin e nismave të reja me ndikim për qytetarët dhe biznesin, duke nxitur bashkëpunim ekonomik dhe politik rajonal. Takimi u mbyll me foton familjare dhe me garancinë e Marta Kos se rajoni është më i vëmendshëm se kurrë në Bruksel, duke theksuar se integrimi evropian kërkon përkushtim dhe rezultate konkrete nga të gjitha vendet e Ballkanit. Kryeministri Edi Rama ka depozituar kërkesën në gjykatën kushtetuese për vendimin e pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga gjykata e posaçme, duke kërkuar sqarime për ndërhyrjen në një pushtet tek tjetri. Rama theksoi se qeveria duhet të respektojë vendimin, por kërkon të garantojë pavarësinë e ekzekutivit dhe të drejtësisë. Deri me vendimin e gjykatës kushtetuese, Balluku nuk do të zëvendësohet në 2 postet që mban në qeveri. Kryeministri Edi Rama ka dërguar këtë pasdite një kërkesë për gjykatën kushtetuese pas vendimit të gjykatës së posaçme për pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku për akuzat që lidhen me korrupsionin dhe krimin e korrupsionit. Në kërkesën e tij, Rama kërkon që trupa kushtetuese të sqarojë nëse kjo mas përbën një ndërhyrje të një pushteti tek një pushtet tjetër i pavarur siç është ekzekutivi, duke quajtur vendimin e posaçëm të paprecedent. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Dhe gjykata kushtetuese do duhet të na thotë se cili është qëndrimi i saj bazuar mbi Kushtetuën e Republikës së Shqipërisë. Gjatë konferencës për shtyp, ku komentoi edhe samitin me komisioneren për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos, Rama u shpreh se qeveria do të respektojë vendimin dhe nuk do të ndërmarrë asnjë veprim politik kundër drejtësisë së pavarur. Ne nuk mund të përgjigjemi një arbitrariteti të këtyre përmasave me asnjë lloj arbitrariteti. Do ta ruajmë dhe mbështesim pavarësinë e gjyqësorit, do ta respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres dhe në ndërkohë do të kërkojmë mbrojtjen e pavarësisë së funksionimit të cënuar të qeverisë vetëm tek drejtësia në gjykatën kushtetuese. Në këtë periudhë Balluku nuk do të zëvendësohet në 2 postet që mban në qeveri. Nuk jemi në kushtet kur duke ndërhyrë me forcë
në pavarësinë e ekzekutivit mund të diktohet ndonjë lëvizje e qeverisë. Kështu që për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Komisioni Rakos e pyetur për rastin nuk komentoi drejt për drejt, duke e lidhur situatën me reformën e përgjithshme të suksesshme në drejtësi që ka ndodhur në Shqipëri. Dhe sigurisht që raste të tilla ndodhin gjithandej, por e rëndësishme është që ne të ndjekim vendimet e gjykatës dhe ajo që kam dëgjuar nga kryeministri që do të ndodhë në fakt. Por Rama përdori këtë rast për të vënë duke rëndësinë e ruajtjes së ekuilibrit mes pushteteve dhe respektimin e standardeve europiane. Që njerëzit të pezullohen nga funksionet, është unike në historinë e Evropës kjo, duke qenë të zgjedhur, kryetarët e bashkisë të merren nga zyra dhe të çohen në burg pa gjyq dhe të mbahen në paraburgim për muaj të tërë, nuk bën vakin Bashkimin Evropian, që siç e thotë jo qeveria e Shqipërisë, po Komisioni i Torturës i Strasburgut, një vend të ketë më shumë të paraburgosur se sa njerëz të gjykuar dhe të burgosur me gjyq. Kultura e gjyqeve popullore dhe e organizimeve nëpër salla që dikur ishin salla teatrosh dhe vatrash kulture, sot janë sallone mediatike. Për të dhënë dënime bazuar mbi sekret hetimore të nxjerra nga vetë prokurorët, është një kulturë që duhet ta luftojmë të gjithë. Vendimi i gjykatës kushtetuese pritet të sqarojë kompetencat dhe të japë një precedent të rëndësishëm për raportin mes drejtësisë së posaçme dhe ekzekutivit në Shqipëri. Gazmend Bardhi, kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike sulmojash për komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos pas deklaratës së saj që i cilësoi zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri si të lira dhe të ndershme. Ai kritikoi edhe qeverinë për vendimin e pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke kërkuar shkarkimin e saj dhe akuzuar kryeministrin Edi Rama për ndërhyrje në drejtësi. Me tone të forte dhe akuzat të drejtë për drejta, Gazmend Bardhi sulmoi nga selia e Partisë Demokratike komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos, lidhur me deklaratën e saj në Tiranë, ku e cilësoi procesin zgjedhor të 11 majit si të lirë dhe të ndershëm. Qytetarët shqiptar presin nga zyrtarët e Brukselit që të bëhen zëdhënës të standardeve dhe vlerave europiane. Për fat keq, me qëndrimin e saj sot tërësisht të pavërtet në raport me zgjedhjet, komisionerja e zgjerimit u bë zëdhënëse e një qeverie të korruptuar, të lidhur ngushësisht me kartelet e drogës, të deformosh realitetin, të mohosh atë që OSBE Odiri e ka thënë e zeza mbi të bardhë, të dalësh në konkluzione të ndryshme nga ai që kanë dalë europarlamentarët që ishin vëzhgues në zgjedhjet e 11 majit, nënkupton që jo vetëm nuk ke respekt për veten, po ky është problem tjetër, po mbi gjitha që nuk ke asnjë thirrje respekti ndaj ndjeshmërisë të qytetarëve shqiptar. Ai kritikoi edhe raportin e KOS për rastin e pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga gjykata e posaçme për krime të rënda, duke thënë se një situatë e ngjashme nuk ka precedent në Europë. Unë sfidoj komisionerin e zgjerimit dhe çdo zyrtar të Brukselit të gjejë një rast të ngjashëm si ky. Të gjejë një kryeministër të Bashkimit Evropian që 3 muaj përpara se të shpallet gara për një projekt rreth 200 milion euro, shkon kryeministri dhe zëvendës kryeministri, takojnë kompaninë private, bëjnë pazare të thondajnë përfitimet nga ky projekt dhe 3 muaj më vonë hapin garën dhe ja japin kompanisë që kanë paracaktuar. Nëse zonja Kos dhe çdo zyrtar tjetër i Bashkimit Evropian na gjen një rast të ngjashëm si ky, po do të pranonim që dhe në Europë ka raste të tilla. Pak minuta pas dërgimit në gjykatën kushtetuese të vendimit për pezullimin e Ballukut, Bardhi deklaroi se Balluku duhet të shkarkohet. Ndërkohë që në Shqipëri, Edi Rama nuk e shkarkon zëvendës kryeministrin e tij të pandehur për korrupsion, por del si avokati Belinda Ballukut dhe sulmon gjyqtar dhe prokuror duke shpallur veten mbi ligjin. Ajo që sot bëri Edi Rama në fakt është mesazhi i tij që të shpallet i pavarur, kështu tha, është ndërhyrje brutale e gjyqësorit në pushtetin ekzekutiv, pra i bie që Edi Rama mendon që pushteti ekzekutiv është i pavarur nga detyrimi për të zbatuar ligjin.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i demokratëve përsëriti qëndrimin e tij duke thënë se qeveria po i nxjerr dhëmbët drejtësisë dhe po cënon pavarësinë e sistemit gjyqësor duke sulmuar institucionet që kanë marrë vendime përmes ligjit. Deklarata e Bardhit reflektoi tensione të forta politike pas pezullimit të ministres së infrastrukturës, ndërsa vendimi i gjykatës kushtetuese pritet të japë një qartësi të mëtejshme mbi kompetencat e ekzekutivit dhe të gjyqësorit në Shqipëri. Gjykata e posaçme ka argumentuar se zëvendës kryeministri Belinda Balluku dhe 2 drejtorë të institucioneve në varësi të saj paraqesin rrezik për hetimin, përfshirë prishjen e provave, arratisjen apo përsëritjen e veprës penale, ndaj dhe ka vendosur masat e sigurimit për ta. Gjykata e posaçme ka vlerësuar se zëvendës kryeministri Belinda Balluku dhe 2 varësit e saj të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera paraqisin rrezik real për pengimin e hetimeve dhe për kryerjen e përsëritur të veprës penale. Në arsyetimin e gjyqtarit Erion Çela thuhet se pozicionet e tyre të larta të lidhura ngushtë me administratën e fondeve të mëdha publike rrisin mundësinë e ndërhyrjes në procesin hetimor. Për këtë arsye, gjykata vendosi pezullimin nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë vendit për Belinda Ballukun, ndërsa për të 2 drejtorët në varësi të saj, Gentian Gjyli, drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe Eral Delezi, drejtori i Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, u urdhërua masa e arrestit në shtëpi. Sipas vendimit, rreziku i përsëritjes së veprës lidhet drejt për drejt me funksionet e tyre, pasi ata menaxhojnë fonde publike dhe investime të rëndësishme, për cilat hetimi pretendon se janë kryer shkelje. Gjykata theksoi gjithashtu se ekziston rreziku i arratisjes duke u bazuar në marzhin e dënimeve të parashikuara për akuzat e ngritura të kryera në bashkëpunim dhe në më shumë se një rast. Për shkak të detyrës që ushtron e pandehura Belinda Balluku, aktualisht me funksionet e larta shtetërore, zëvendës kryeministre e Republikës së Shqipërisë dhe ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, por edhe të pandehur të tjerë, Gentian Gjyli aktualisht me detyrë drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Eral Delezi me detyrë administratori i Korporatës Energjitike Shqiptare SHA, ekziston mundësia që ata mund të ndërhyjnë dhe të ndikojnë në prishjen ose asgjësimin e provave, në krijimin e rrethanave që vështirësojnë mbledhjen e provave. Kjo nisur nga fakti që organi i procedurës po verifikon çdo dokumentacion të administruar nga institucionet, citohet në vendimin e GKK-s. Një tjetër element i rëndësishëm në arsyetimin e gjykatës është rreziku i prishjes së provave, të cilat sipas saj ndodhen kryesisht në dokumentacionet zyrtare të institucioneve që të dyshuarit drejtojnë ose kanë drejtuar. Balluku dhe varësit e saj akuzohen për shkelje të barazisë në tendera në 2 procedura të mëdha, tenderin për tunelin e Llogaras në vlerë 180 milionë euro dhe ato të lotit 4 të Unazës së Madhe me vlerë 20 milionë euro. Hetimet mbi këto çështje vijojnë në gjykatën e posaçme. Paraditën e së shtunës, gjykata e posaçme ka thirrur seancën për vlerësimin e masave të sigurisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe 2 drejtorëve të institucioneve vartëse të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera. Gjykata e posaçme ka firmosur gjithashtu 28 urdhra kontrolli në banesa dhe adresa të ndryshme, duke përfshirë sekuestrimin e pajisjeve elektronike si celular, laptop dhe dokumentacion administrativ. Gjykata e posaçme ka caktuar paraditën e së shtunës në orën 9 mbajtjen e seancës për rishikimin e masave të sigurisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe drejtorëve vartës të saj, Gentian Gjyli dhe Eral Delezi. Balluku është pezulluar nga detyra dhe është ndaluar dalja jashtë vendit, ndërsa 2 drejtorët përballen me masa arresti në shtëpi. Seanca ka për qëllim vlerësimin e këtyre masave, ndërkohë që hetimet për shkeljen në tendera janë zgjeruar. Gjykata e posaçme ka firmosur gjithashtu 28 urdhra kontrolli në banesa dhe adresa të ndryshme, duke përfshirë sekuestrimin e pajisjeve elektronike si celular, laptop dhe dokumentacion administrativ. Këto masa janë kërkuar nga prokuroria e posaçme me synimin për sigurimin e provave shtesë në hetim. SPA ka marrë të pandehur Ballukun dhe varësit e saj për 2 tendera të rëndësishme publik, tenderin e tunelit të Llogaras në vlerë 180 milion euro dhe lotin 4 të Unazës së Madhe në Tiranë me vlerë 20 milion euro. Hetimi synon të përcaktojë nëse procedurat e tenderimit janë shkelur dhe nëse ka pasur paracaktim të fituesve. Situata mbetet në monitorim nga autoritetet, ndërsa vendimi i gjykatës pritet të sqarojë masat e sigurisë dhe të ndikojë në vimësinë e hetimeve për një nga çështjet më të ndjekura nga SPAK. Për shkak të motit të keq dhe prurjeve të larta të lumejve, disa zona në vend përballen me përmbytje të rënda. Banorët kërkojnë ndihmë emergjente për ushqim, veshje dhe sigurimin e baktive, ndërsa autoritetet po punojnë për ndërtimin e argjinaturave dhe evakuimin e banorëve.
Vijojnë pasojat e motit të keq në shumë zona të vendit ku lumet dhe prurjet e tepërta kanë shkaktuar përmbytje të shumta në Lezhë. Prej 2 ditësh është shembur argjinatura e lagunës së Vajinit në zonën e Tales. Sodu i ka vërshuar në fshatrat Mylte, Barbulloj dhe në fushën e Treshit dhe Spitenit, duke rrethuar dhe përmbytur disa banesa. Lëvizja në Ril bëhet vetëm me barka, ndërsa banorët kërkojnë ndihmë urgjente, veçanërisht ushqim për baktit. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierre Indreu, tha se ekipet janë në terren për ndërtimin e argjinaturës. Situata paraqitet të rënduar dhe në Çuk të Sarandës, ku argjinatura e lumit Bystrica është qarë gjatë natës duke shkaktuar përmbytje në tokat përreth. 5 banesa janë përmbytur, ndërsa banorët kërkojnë ndihmë dhe ushqime dhe veshje. Forcat e emergjencave kanë evakuuar dele dhe bakti të izoluara nga stallat blektore. Përmbytje ka edhe në zonën e Vilës dhe plantacionet e mandarinave në Konispol, ndërsa lumi Pavlo ka bllokuar rrugën nacionale. Në Vlorë, lumi Vjosa ka përmbytur 11 banesa në Novosel dhe 3 në fshatin Fitore. Në Fier, ujërat kanë përfshirë tokat bujqësore në fshatrat përgjatë Kashinit, Çerven dhe Ferras, ndërsa puset e ujit të pishëm te stacionet e Kafarajt janë në ujë, duke rrezikuar dhe furnizimin me ujë të sigurt. Në Berat, lumi Osun ka dalë nga shtrati duke prekur pedonalen e qytetit dhe duke rrezikuar bizneset pranë saj. Ekipet e emergjencave po punojnë për largimin e ujit. Gjendja e rënduar shtrihet edhe në fshatrat e Korçës, Maliqit, Devodhit dhe Kolonjës, ku tokat dhe banesat janë përmbytur. Disa fshatra janë të izoluar dhe pa energji elektrike. Në Pogradec, poroi i Vërdovës ka dalë nga shtrati duke përmbytur banesa dhe dëmtuar infrastrukturën rrugore, kanalizime dhe rrjetin elektrik. Autoritetet lokale dhe ekipet e emergjencave po punojnë dhe po monitorojnë situatën për të siguruar ndihmën e nevojshme për banorët dhe për të mbrojtur pasuritë e tyre nga përmbytjet. Gjykata e lartë ka lënë në fuqi masën e dënimit me burg të përjetshëm për Orgest Bilbilin dhe Antero Kaloshin, të shpallur fajtor për vrasjen e 2 të rinjve dhe plagosjen e 2 të tjerëve në ngjarjen e njohur si masakra e Lushnjës e vitit 2017. Gjykata e lartë ka vullosur dënimin maksimal për Orgest Bilbilin dhe Anterio Kaloshin, duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës apelit posaçëm të marsit 2023. Të dy të dënuarit konsiderohen autor të drejtpërdrejtë të masakrës së Lushnjës, një prej ngjarjeve më të rënda kriminale të viteve të fundit, e cila rënditi qytetin në nëntorin e vitit 2017. Sipas vendimit të formës së prerë, Bilbili dhe Kaloshi u shpallën fajtor për vrasjen e Zamir Latifit dhe Jurgen Hoxhës, si dhe për plagosjen e Bujar Turkut dhe Marius Xhepexhiut. Gjykata I ka konsideruar veprimet e tyre si vrasje në rrethana cilësuese, kryerje të veprave penale në kuadër të një grupi kriminal, mbajtje pa leje të armëve dhe prishje të qetësisë publike. Për të njëjtën ngjarje, dënim të përjetshëm ka marrë më herët edhe Lajr Haxhiu, I cili konsiderohet si një prej organizatorëve kryesor të sulmit. Ngjarja e 11 nëntorit të vitit 2017 ndodhi në një zonë të populluar të Lushnjës, ku shënjestër e atentatit ishte Xhulio Shkurti, nipi Aldo Bares. Ai është larguar nga vendi vetëm pak minuta para se autorët të hapnin zjarr, duke lënë të vrarë 2 të rinj dhe duke plagosur 2 të tjerë. Me vendimin e gjykatës së lartë, çështja konsiderohet e mbyllur në të gjithë shkallët e gjyqësorit, ndërsa dënimet me burgim të përjetshëm për 3 autorët mbeten tashmë përfundimtare. GKK-ja ka vendosur pezullimin e afateve të paraburgimit për Plaure Dervishajn dhe Julian Meçajn, të akuzuar për atentatin e vitit 2019 ndaj ish prokurorit Arjan Doja. Seanca u shoqërua me përplasje verbale mes Dervishajt dhe trupës gjykuese, ndërsa I pandehuri njoftoi heqjen dorë nga avokatët dhe braktisi sallën. Vendimi është I ankimueshëm dhe procesi gjyqësor është shtyr për me 5 dhjetor. GKK ka vendosur sot pezullimin e afateve të paraburgimit për Plaure Dervishaj dhe Julian Meçaj, të dy të akuzuar në lidhje me atentatin të 1 nëntorit 2019 në mbikalimin e Shkozetit, ku shënjestër ishte prokurori Arjan Doja. Vendimi I cili mbeti I ankueshëm u mor në një instancë të tensionuar që përfundoi me shtyrjen e procesit për datën 5 dhjetor. Gjatë seancës, Plaure Dervishaj pati një përplasje të fortë verbale me trupin gjykues. Ai akuzoi mediat se po dizinformonin deklarimet e dëshmitarëve dhe njoftoi se po hiqte dorë nga mbrojtja e avokatëve Ilia dhe Gerta Gorjani. Menjëherë pas kësaj deklarate, Dervishaj u largua nga salla, ndërsa avokatët e tij kërkuan që media të përjashtoheshin nga seanca. Prokurori I çështjes Adnan Xholi deklaroi se e drejta e të pandehurit për të marrë pjesë në seancë respektohet, por kundërshtoi largimin e avokatëve. Nga ana tjetër, avokati Yusuf Sheu kërkoi që pezullimi I afateve të paraburgimit të mos aplikohet në mënyrë të njëjtë për dy të pandehurit. Dervishaj dhe Meçaj po heton për atentatin e ndodhur në 1 nëntor 2019, ku
patumeti ish prokurorit Arjan Doja u qëllua me breshëri automatiku pra mbi kalimit të Shkozetit. Nga sulmi mbeti i vrarë shoferi i tij Andi Maloku, ndërsa Doja dhe Aleksandër Laho, njohur si Rumi Shiaku, tu plagosën. Me tensione në sa dhe vendime të reja në gjykoko, procesi pritet të vijojë në seancën e radhës me 5 dhjetor. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 22 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme me mot kryesisht të vranë dhe me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të sjellë reshje të moderuara në zonat veriore, ndërsa pasditja pritet të sjellë intervale me reshje të dobëta shiu në pjesën tjetër të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët ku reshjet do të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 22 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 22 nëntor do të jetë në orën 6:30, ndërsa perëndimi në orën 16:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 16 gradë Celsius. Korç, 3 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 13 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 16 gradë Celsius. Territori shqiptar për datën 22 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme me mot kryesisht të vranë dhe me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të sjellë reshje të moderuara në zonat veriore, ndërsa pasditja pritet të sjellë intervale me reshje të dobëta shiu në pjesën tjetër të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët ku reshjet do të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 22 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 22 nëntor do të jetë në orën 6:30, ndërsa perëndimi në orën 16:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 16 gradë Celsius. Korç, 3 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 13 gradë Celsius.
Saran, 11 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund në ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Drita Televizion. Bashkë me Ruta Kofshim në edicionin e ardhshëm.